nuk ka qenë kurkush aty, edhe ka hije te ai vendi ku i kanë mbajt ato idhujt, edhe i ka thit krejt. Ka marrë një sapat dhe i ka thit krejt, e ka lënë vesh një më të madhin. Mirë, po është edhe një rast interesant, apo Muhamedi alayhis salam vetë ka kaluar te ky vendi, apo ku është dënuar ky popull. Assalamu alaikum. Unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Atëherë kemi mbetur domethënë te pjesa ku dënohet vetëm populli i Salihut alayhis salam, mirë po nuk e përmendëm dënimin, po paraprakisht ta bëjmë një përmbledhje për episodin e kaluar. Ata populli i Salihut pasi kishin mbitur devën, Salihu i paralajmëron për një dënim, se ai do të vjen pas 3 ditëve radhasi. Ata filluan të friksohen. Dhe ditën e parë ju zverdhën fytyrat, ditën e dytë ju skuqën fytyrat, ditën e tretë ju nxin fytyrat. Edhe natë brenda asaj kohe ato kishin vendosur që ta mbysin Salihin, po dënohen me gurzim. Megjithatë, pastaj në ditën e tretë, në mëngjes herët, ju vjen dënimi. Dhe dënimi ka qenë një dënim i ri, sa ata pritshin dënime që i kanë pa te popujt më përpara, si te Nuhi, tjetë me vërshim me ujë, apo te populli i Hudit, tjetë me erë, me stuhi të fuqishme. Andaj dhe ishin bërë ata shtëpit, vendbanimet në gur, në shkamb, e mendonin se do të mbrohen çdo dënim që vjen nga llojet e mëparshme, do të jenë të mbrojtur. Megjithatë, erdhi dënim i ri, edhe ishte një sajha që i thonë zë i fuqishëm. Zë aq i fuqishëm që i ka shurdhu dhe u ka shkatruar edhe trupin. Aq ka qenë domethënë zëri i fuqishëm. Kjo çudit ajo, domethënë dënimet që ose ushtarët e Allahut që janë, unë për shembull logikisht se mendoj që me zam unë është më dënu, ama dënimi i Allahut se veshi e ka kufirin e vet sa mundet, sa decibel mundet me dëgju. Më lart se t'ja zori më i fuqishëm, i pengon veshit edhe vjen derisa, domethënë, ajo edhe të shkatron edhe trupin. Aq më thon zëri i fuqishëm, se ajo është diçka, është një krijesë edhe ajo. Po. Edhe ajo mund të të jetë i fuqishme shumë, me lartësi shumë të lartë, edhe e shkatron edhe trupin e njeriu, siç ka ndodhur me popullin e Salihut. Mirë, po është edhe një rast interesant, apo Muhamedi alayhis salam vetë ka kaluar te ky vendi, apo ku është dënuar ky popull. Pejgamberi alayhis salam kur ka kaluar në një vend që është dënuar një popull, edhe vetë më thonë edhe i ka porosit sahabët, thotë kaloni me nxitim. Nëse ju bën të kaloni kësi vende, kaloni me nxitim. Në bilen transmetim tjetër ka thonë edhe qani, nëse s'mund të qani, bëni se po qani. Do thonë bëni se po qani, se do thonë mos u shohin me lek se këtu kaloni, se mund zbret, mund zvjen dënimi, e t'ju ka plan dënimi i popujve të mëparshëm. Edhe kur ka pas stuhi për shembull, ka frinë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka frinë një erë, pejgamberi ka mbet, është shtang dhe është lut. Aisha radhiyallahu anha e ka pyet, ja Rasulullah, çka po ndodh me ti? Thotë ja Aisha, sa popull Allahu i ka dënuar me fryrët e erës, me stuhi. Që përmendën popullin e Adit që kanë dënuar. I ka pas parasysh pejgamberi alayhis salam, i ka pas parasysh këto informatat më parshme, andaj edhe është lut Allahut në kësaj farë situatë. Në rregull, atëherë kryetëm domethënë besoj me pjesën e Salihut alayhis salam, tash vazhdojmë domethënë në pjesa e Ibrahimit alayhis salam. Cili vend domethënë ka jetu Ibrahimi alayhis salam? Ibrahimi alayhis salam ka qenë në Babiloni, pjesa sot domethënë Iraku i sotshëm. Atje ka lind, atje është rrit, edhe atje është ballafaqur me një popull përsëri edhe ata idhujtar. Baba i tij, domethënë emri e ditë, emri i tij përmendet edhe në Kur'an, Azar. Në Kur'an domethënë është. Po përmendet dhe ka qenë një prej idhujtarëve. Në fakt ai i ka bë vet ato idhujt, edhe i ka shit. Po ka shit të tjerëve. Ato domethënë populli në kohën e Ibrahimit alayhis salam, përveç se kanë adhuru idhuj, ato kanë adhuru edhe yjet, apo? Po, edhe yjet i kanë pas, se në atë kohë, domethënë, jo si koha e sodit,
yjet kanë qenë si pjesë e jetës së tyre. Gjithar kur ka rënë nata ato nuk kanë qenë të angazhuar me tjerë, po i kanë pa yjet. Edhe e kanë pas pjesë të besimit, me besu si Zotra yjet. Është një rast interesant, domethënë, ku ai i përmend domethënë që Ibrahim alayhis salam me yjet me Po, Ibrahimi alayhis salam duke parë këtë besim të gabuar të ata se ju besojnë yjeve apo trupave qiellor, të themi, ka dashur t'u demanton këtë. Ka dashur t'u demanton edhe ka dalë për shembull natën kur janë paraqit yjet, ato janë përgatitur t'i adhurojnë, edhe ka thonë, e ka pa një yll që është paraqit, se ka do yje duken janë ndoshta edhe më afër, duken më mirë, më qartë, e disa yje duken më të vegjël, më larg. Edhe një yll që është pa më mirë, do thonë, ka thonë, ky është Zoti im në mënyrë retorike. A ky është Zoti im? Do thonë, si kështu mos kuptohet se Ibrahimi tash pe beson Zot. Po jo, Ibrahimi ka qenë çdo herë njësues i Allahut, beson Allahun një. Po në këtë lloj bisede me popullin, pra siç po thoni ju, a ky është të themi Zoti im si në mënyrë retorike. Edhe zhduket ylli, thotë nuk i besoj, si ti besoj nuk i dua ato që zhduken. Atëherë Hana, kur del Hana më thonë 14 që është e plot, ndriçon, më thonë shifet shkëlqimi Hanës, thotë të themi tash, a ky është Zoti? Edhe Hana humbet, shkon nata, zhduket Hana, nuk shifet. Thot edhe Hana u zhduk. Edhe nuk i dua ato që zhduk. Në nesër në mëngjes del dielli, thot. Të themi ky është Zoti që i ka më i madh se ato trupa tjerë qiellor. Po edhe dielli vjen koha dhe perëndon. Nuk mundën të jenë Zotra këto që janë një herë e pastaj nuk janë. Do të thotë Zoti duhet të jetë përgjithmonë. Edhe thotë unë i besoj ai që i lëviz këto. Do thonë i menaxhon këto. Ai Zoti është Zoti i këtyre krijesave. Do më u tregu mi sjell atyre besimin se shifni çka i krijesa, po këto janë krijesa, Zoti nuk është kështu. Zoti duhet të jetë ndryshe. Pastaj është një rast interesant apo kur ato, do të thonë, apo e ka prit atë momentin Ibrahim alayhis salam që të largohen për atë vendit, largohen për idhove, që ta shfryzoi rastin që idhujt i shkatërroje. Në këtë pjesë do bëjmë një ndryshim, e keni parasysh nëse e keni përcjell episodat para kësaj, jena në pjesën ku unë i prezantoj reklamat, sponsorat që i kena tek i serial. Ideja është për 4 minuta unë e prezantimi me kry, edhe dal fitues. Ina kështu një me një ma gëndull, do më thënë dal fitues edhe duhet me ja dhënë një shpërblim, do më thënë një dajak, edhe në kundërtën atëherë unë jam këtu viktima. Edhe ndryshimin që du me bëu te kjo pjesa është se du me bëu pak më interesant, mos bëra ndoshta monoton, po du kompanitë që i kemi me prezantuar, do të thonë çdo kompani, ndryshimi që du me bëu te kjo pjesë është se po du kompanitë me bëu pak më interesant, mos bëra monoton. Po du kompanitë me i prezentu me 3 karakteristika, do të thonë me 3 fjalë, me përmbyll Që jo lavesh me 3 fjalë. Ja, a do të më rrejtish mua, më shkurti bisha, jo. O dul, punën e prezantimit le ma mund, do të thonë unë e prezantoj. Okej, fillojmë. Ma xham, hajde. Okej, ama e bëjmë kështu 2 minuta, ban, për 2 minuta 3 fjalë. Se këshiret unë ato fjalë nuk mund më njëherë me menue. S'mund të them. Do të me menu, do të thonë kompania me çka mund më lidh diçka me ndaj fjalë dhe merr koha. Okej? 2 minuta, e bëjmë 2 minuta. 2 minuta, hajde. Shto 2 minuta është. Hajde, të shtaj. Kam put. Normal, fjala e parë që më shkon men është camping, natyrë, lezetllëk. Për 50 sekonda kam mësuar. Për më qetur, shkoj të habitin, për më qetur. Hajde, ka dot. Aroma dream. Normal, aroma e para është e padiskutueshme. E dyta fresh, nostalgji. Pse be ja fut me pinkona, nostalgji? Po nostalgji o dull, era, do me thonë, këthen do film, s'merr vesh, bërë ma tjetër. Best mobile. Teknologji, komunikim,
Shumë i shpejt jam. Dashuri. Dashuri. Pse paslan me hin filma pa lidhe? Që ka lidhe dashnia me besmobile, pashallah. Allah, po ti në telefon me kanë fol me dashnën tonë. Ato që i do më shumë. Ti s'ke fol me kam tonë. Po ma sponsorët dhe vllave, unë më kon sponsor për tibe që t'jap pare, tibe. Po s'ki vëlla për veti si pare mu kime më dhënë pare. Për bero me fletën tjetër, a gatu. Homax. Lux. Elegant. S'është më kujtu në e fjallë. Dashuri. Shire be i ka mësu me 2-3 lafe dhe zdorale. Në me be jeti. Po parës ba thashën dashuri. Am tonë e thu, ati të telefoni shkon dashuri se thashën me të folti me ato që i do, ma shumë që i nga zemrës, ma ato komunikon, ma ato fol. Qa ko lidhe këtu dashnija të homoksi? Të homoksi, dhe më thonë, du të një fjalë që me karakterizu, dhe më thonë, homoksi. Për shembull, zakonisht, kanë qef ma shumë granimi, kanë qef blenë një shka dhe ti plasin, ti kupin me safir këtë vinë. Një kësi fjali kam dash me hakmari, po. Dhe më thonë, luks, elegant, edhe hakmari. Shumë fort, me ma qitë të ndodhë. Hajde. Burgerzone. O, se di, a i ki halal që të para jo. O dulla, apo më lev la rahat me qëta pare, të të koncentronë është. O, për ti, së më intereson, po, mos jam të hingjona unë se. O dull të ma hup edhe koncentrimin. Ma hup dekoncentrimin. Burgerzone. Shije, normal, burgerzone, shije, pasion, dietë. O, aslan, qka ka lidhe dieta me burgerzone, pash Allahin. O dull, për një me ti merë me vesh ka dull. Për që të komunion të kamera, më tonë, për s'du të t'jap detyri ma shumë se e knaqë. Dhe më thane, dieta, dull këshire. Aj që do me thonë, për shemë, po them dukush është pak si i plot. Shkon të burgerzone, edhe i hani dy hamburgera kështë të forta, knaqët mirë. Edhe çka thot? Di çka thot? Thot, to janë hamburgerat e fundit që i kom hongër dhe mo, du me bo dietë. Dhe më thonë, ati është starti i dietës. E fundit, para fundit? E fundit. Para fundit, okej. Palestina Drinks. Rezistues, freskues, edhe Le, aslan, le. çka u? Shka be kjo, Au. Aga dull, se agë në të tirën. A ki po bën limengën kure qelë si e të jam. Shish. Kënaqë, vishë që i zoni kënaqë, më leje më të pish. Mega Plast. Normal, Mega, kisha përdor emrin, se vetë ashtu edhe kompania ka emrin, Mega, një me Mega. Siguri, edhe komfort. Edhe bërma qatë pendrejken nga dull. Kada. Sa u 2 minuta e 3 sekunda. Jo, dull s'ka shansa. Jo, këshire Saudi, dull! Pastaj është një rast interesant, apo kur ato, në më thonën, apo e ka prit atë momentin Ibrahim a.s. që të largohen për atë vendit, të largohen për idhove, këtë të shvizoj rastin që idhuj t'i shkatroje. Një çdo pejgamber që është dërguar te një popull e ka pas atë pjesën teorike. Ti tregon, kjo është Zoti, jam pejgamberi i Zotit, mi thirr në besimin në një Zot. Mirë po, ndonjëherë kanë pas raste edhe në mënyrë praktike mi u tregue çka është e vërteta. Edhe këto ndikojnë shumë te njerëzit. Edhe ka një rast, sikur që tregum se Azari, babai i Ibrahimit, ka qenë vetë që i ka bëj idhujt edhe i ka shit. Edhe ato kanë pas një ditë të caktuar si panair, ku dalin jashtë qytetit, e bëjnë një panair, edhe i ekspozojnë zotrat e tyre, që i kanë besu. Edhe i kanë thirrë të gjithë marrin pjesë atje. Prej tyre dhe Ibrahimin për thirin, për ftojnë atje. Megjithatë Ibrahimi a.s. nuk ka dashur në prezantu në kësaj far panairi. Edhe kjo është mirë, do të thënë secili besimtar në vendet që i urrejnë Allahu, sikur të tilla, nuk bën me prezantu. Edhe bile i thot inni saqim, thot unë
i smur jam, nuk du, jam pa qef diçka edhe nuk du të prezentoj atje. Edhe kam bet në vendbanimin, të gjithë kanë dalë në panajër. Dhe ç'ki kam bet? Vetëm Ibrahimi Alisam kam bet aty. Edhe ky tash e ka shfryzu këtë rast. Nuk ka qenë kurkush aty. Edhe ka hije te vendi ku i kanë bajt ato idhujt, edhe i ka thit krejt. Ka marrë një sapat dhe i ka thit krejt, e ka lënë vesh një më të madhin. Në formë që më të madhin, vetëm atë kalon dhe ja kalon sapatën këtu. Edhe ka dalë. Pasi kanë mbaru panajiri, janë kthyer populli. Kur i kanë pa, të gjithë, domethënë ata i idhujt të thyer, vetëm një ka mbet pa thyer. Edhe ata i kanë thënë, aty e bëre këtë o Ibrahim. Domethënë minjera kanë thirrë Ibrahimin. Po. Sa ato ato e kanë kërku, po e kanë ditë se vetëm një ka mbet. Okay, domethënë duke bisedu kanë thënë, po ka mbet njëri prej s'ka kusht tjetër. Trive, se ka qenë në moshë të re Ibrahim alayhis salam, ka thënë vetëm ai. Kur e kanë thirr, ato e kanë ditë se kjo e ka bën, vetëm ta pyesin, aty e ke bën këtë, jo thotë e ka bën ai madhi. Ai idhulli i madh, ai e ka bën edhe shikoni sapatën e mban, akoma e mban në krah. E ato këtu i kanë thonë, o Ibrahim, do thonë ti, mos u tallë me neve, se ato as nuk dëgjojnë, as nuk shohin. Faktikisht, qëllimi i Ibrahimit ka qenë pikërisht kjo, do thonë se me tregu se ju luteni diçka që vetë pohoni se ato nuk dëgjojnë dhe nuk shohin. Faktikisht lutja i drejtohet atij që sheh dhe dëgjon. Allah subhanahu wa taala. Pastaj ato e marrin një iniciativë, domethënë se normal jam në fos me këtë rastin, dojnë ta fugin, ta hedhin zjarr, apo? Po, domethënë babai i tij thot për këtë që ke bën, domethënë ose do të gurzojmë. Domethënë baba e thot. Po, babai vet. Këtë siftem tani, baba i tij tregon për këtë që ke bën, domethënë do të vjen ndonjë dënim, si a gurzim apo do të djegim siç kanë vendosur se do ta djegin dhe kanë mbledh shumë material druj, edhe një vend shumë të madh e kanë bën për ta hedhur në zjarr. Edhe kur kanë ndez zjarrin, s'kan mund me qëndru afër. Kush dashur të largohen shumë larg për nxehtësia që është liru prej. Çaq e madhe, shumë sasi e madhe, shumë ka qenë. Edhe është dashur, më thënë, të largohen, të marrë një katapult për ta hedhë Ibrahimin në zjarr. Edhe këtu ka ndodhur një rast të zjarri, kur e kanë ndez zjarrin, bubreci është hardhuca i ka fri. Ka fri të ndezë zjarri më shumë. Më shumë, do thotë. Bubreci ka marr ujë sa ka mund të merr, edhe t'ia çet zjarrit. Hardhuca e ka pyet bubrecin, çfarë po bën ti? Ti ka zjarr të madh, a do ta fikish me atë sasi të ujit? Bubreci ka thënë një përgjigje, thënë, unë me këtë, unë ndoshta nuk mund ta fikij zjarrin, po tregoj nga cila anë jam. Shumë mesazh i mirë. Kjo po, do thënë, edhe kështu kjo mesazh i fortë për neve. Tash çka ndodh, domethënë, tash situata si është, apo zjarri është shumë i madh. Ibrahimi alayhis salam e kanë lidh me siguri në katapult. Unë sa di informacion, domethënë është lakuriç. Po e kanë flitet se kanë zhveshur edhe. Po, domethënë para më në fargjenje. Ose ka qenë me rroba, po ju kanë djeg në zjarr. Okej. Po. Domethënë aty është momenti kur domethënë hedhet. Kjo nuk kupton që s'kan pas mundësi vetëm me hedh, apo çat që zjarri u kanë i madh dhe çka djeg, s'kan pas mundësi vetëm me hedh. Larg me thon për me hedh larg, është dash, më thon në një katapult, një forcë kështu të madhe me hedh atje. Edhe çka ndodh domethënë? Edhe në këtë rast kur e kanë tërheqat katapultin, ka ardhur Xhibrili alayhis salam. I ka thonë Ibrahimit alayhis salam, a dëshiron ndonjë ndihmë? A ke nevojë për të ndihmoj të shpëtoj nga kjo situatë, se në zjarr do të qesi. Moment shumë interesant ku është pjesa ku Ibrahimi alayhis salam e marrin për ta fuqur në zjarr, në një fjalë me bosh shkru me hi. Në atë moment vjen i dashuri i Allahut, domethënë me laçja, edhe vet a do më ndihmu. Përgjigjen unë supozoj se çfarë përgjigje mund më dha. Mirë, po më mirë ju që më pa se çka ndodh, mundi me kliku te videoja. Te pjesa ku ja kom nis pak më me përballu, domethënë situatën, është se ka që e shohin videon, thonë ha, sa video e mirë pas ka kanë kjo, edhe nuk e bajnë like për shembull.
edhe dojnë me komentu nështë nëse me thane kanë pëlqyje, po që se komentojnë, edhe pjesa e subscribe-sit ma i keni parasysh. Kritve juve që keni këshirë videon, edhe se keni bo like, se keni komentu, apo se keni shpërnda, apo se keni bo subscribe, o veç një vjallë kam e o thamë.